Në mëngjes herë, sot mendojmë që të kemi informacion për sa u përket investimeve të rrugëve në 4 njësit. Tashmë ne dim që vazhdon investimi në 418 rrugë bashkë me rrugica në të gjithë territorin, në rabat me 76 km. Nësa ka informacion, këto përfundojnë, mos gabohem, brenda muajit qershor. Brenda muajit qershor. Atëherë kanë mbaruar mbi 70% e këtyre rrugëve dhe shpresoj, duke parë dhe ecurinë e procedurave për investimet e planifikuara për vitin 2026, ku kemi 369 rrugë dhe rrugica në të 4 njësit me 78.4 km. Pra në fund të këtij viti, ne përfundojmë afërsisht 160 km dhe mbi 750 rrugë dhe rrugica. Besoj tani këtu me këto ngjyrat I kemi ndër vite ta, siç janë investuar, ta janë këtë janë hepur për 24. atëherës. Ngjyra jeshile. Ngjyra jeshile janë Është të 2020 gjitha rrugët që fillojnë brenda muajit korrik. Korrik gusht me cilë. Korrik gusht, manë të gjithë territorin e bashkisë Kanës.